Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Elena dhe jam 17 vjeçë. Atë natë nuk do ta harroj kur, sepse ishte nata që më bëri të kuptoj sa shpejt mund të ndryshoj gjithçka në jetë. Ishte një mbrëmje e zakonshme dimri. Jashtë binte shi i lehtë dhe dritat e rrugës reflektonin në xhamin e dritares së dhomës time. Kisha kaluar disa orë duke mësuar për një provim në shkollë dhe më në fund u shtriva në krevat me telefonin në dorë. Në shtëpi ishte qetësi. Prej disa vitesh jetonim vetëm unë dhe mamaja. Pas ndarjes me babin, ajo ishte bërë shumë e heshtur. Punonte shumë dhe mundohej të më siguronte gjithçka që më duhej, por shpesh dukej e lodhur. Edhe atë mbrëmje ishte kthyer vonë nga puna. Darkuam shpejt dhe secila u fut në dhomën e saj. Ora duhet të ketë qenë rreth mesnatës kur fillova të dëgjoj një zë të çuditshëm. Në fillim mendova se po e imagjinoja. Pastaj e dëgjova përsëri. Ishte një rënkim i ulët, sikur dikush po përpiqej të përballonte një dhimbje ose një lodhje të madhe. U ngrita menjëherë nga krevati. Zemra filloi të më rrihte më fort ndërsa dola në korridor. Drita ishte e fikur dhe shtëpia ishte krejt në errësirë. Vetëm një vjesbet drite vinte nga poshtë derës së dhomës së mamit. Zëri vinte qartë nga aty. Ma, thira me zë të ulët. Nuk mora përgjigje. Në atë moment ndjeva një frikë që më përshkroi trupin. Mendova se ndoshta ishte sëmurë ose ndoshta kishte ndodhur diçka serioze. U afrova te dera e dhomës së saj dhe vendosa dorën mbi dorez. Për disa sekonda hezitova. Në kokë më kaluan shumë mendime. Po sikur të ishte vetëm duke fjetur, po sikur ta zgjoja kot, por rënkimi u dëgjua përsëri. Atëherë nuk mendova më gjatë. E hapa derën. Pamja që pash më tronditi. Mamaja ishte ulur në buzë të krevatit e përkulur përpara dhe duke mbajtur dorën e gjoks. Flokët i kishin rënë mbi fytyrë dhe dukej shumë e zbet. Mami, bërtita dhe vrapova drejt saj. Ajo ngriti kokën ngadalë dhe më pa me sy të lodhur. Jam mirë, tha ajo, por dukej qartë që nuk ishte mirë. Ula menjëherë pranë saj dhe i mbajta dorën. Ishte e ftohtë dhe paksa e dridhur. Çfarë ndodhi? E pyeta me zë të ulët. Ajo mori frym thellë dhe më tha se papritur kishte ndjerë një dhimbje të fortë në kraharor dhe ishte marrë pak fryma. Në atë moment u trëmba shumë. Nuk kisha qenë kurrë në një situatë të tillë dhe mendja ime filloi të imagjinonte gjëra të këqija. Mora telefonin dhe thira menjëherë urgjencën. Minutat që pasuan më dukeshin të pafundme. Mamaja mundoi të më qetësonte duke më thënë se ndoshta ishte vetëm lodhje, por unë nuk ndihesha e qetë. Ula pranë saj në krevat dhe i mbajta dorën derisa dëgjuam sirenën e ambulancës jashtë. Kur mjekët erdhën dhe e kontrolluan, ata bën disa pyetje dhe matën tensionin. Njëri prej tyre tha se ishte mirë që kishim reaguar shpejt. Ata mendonin se mund të ishte një krizë e fortë stresi dhe lodhje, por gjithsesi donin ta çonin në spital për kontrolle të detajuara. Unë shkova me të në ambulancë. Isha ulur pranë saj duke mbajtur dorën gjatë gjithë rrugës. Ajo dukej pak më mirë, por ende e lodhur. Në spital kaluam disa orë të gjata. Mjekët bën analiza dhe kontrolluan gjithçka me kujdes. Në fund na thanë se nuk ishte diçka shumë e rrezikshme, por një reagim i trupit ndaj stresit dhe lodhjes së madhe. Ajo kishte mbajtur shumë gjëra brenda vetes për një kohë të gjatë. Kur u kthyem në dhomën e spitalit dhe gjithçka u qetësua, ula në karrigen pranë shtratit të saj. Për herë të parë e pash maman jo vetëm si prindin tim, por si një njeri që kishte kaluar shumë vështirësi. Pas divorcit, ajo kishte mbajtur mbi supe gjithë përgjegjësinë e familjes tonë. Ndoshta kishte fshehur lodhjen dhe frikën e saj për të mos më shqetësuar mua. Kur u zgjua në mëngjes dhe më pa ulur pranë saj, buzëqeshi lehtë. Ti nuk fjete gjithë natën, më tha, tunda kokën. Falteje, jam mirë, tha ajo. Në atë moment kuptova diçka shumë të rëndësishme.
Ndonjëherë prindrit duken të fortë edhe sikur mund të përballojnë gjithçka, por edhe ata kanë momente kur ka nevojë për dikë pranë. Dhe atë natë, për herë të parë në jetën time, ndjeva se nuk isha vetëm vajza e saj, isha edhe dikush që mund të kujdesej për të.